أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأندريمة الأدريمة إتاكويمة الله عز وجل صلوات والسلامات يدرقوا محمد عليه الصلاة والسلام باشا دمشير الله عز وجل جوهم بتا بفاميل نتيم بالشوق تتي سنجار برسنك edhe mbi të gjitha ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Jemi në ligjatën e radhës të ciklit ligjatëve meditive kuranore, ligjatët e sabahut. Jemi në ajetin e radhës, konkretisht ajetin 28 në surën Nuh, ku Allahu Azza wa Jall paraqet dhe e ka regjistruar në mushaf duan të cilën e ka bërë pejgamberi i tij që është obliguar i parë me shpallje Nuhi alayhis salam. Pas gjitha ati daveti, pas gjitha të mundi që ka bërë, mi thirë njerëzit, a.s. në fejnë e Zotit Gjellahu Ala, Nuhi a.s. ka bërë disa dua, dhe njëra prej duave kemi zgjedhë sot që ta meditojmë, të shkoqisim dhe të nxjerrim mësime. Ajo është ajeti 28 i surës Nuh, ku Allahu Azza wa Jall tha në gjuhën e Nuhit a.s. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. O Allah, falë mua, falë prindin tem, nonën teme, ولمن دخل, falë prindin temi, ولمن دخل بيتي, falë edhe ata që hynë në shtëpinë time duke qenë besimtar, dhe falë besimtarët dhe besimtarët. Ndërsa idhujtarëve, zullumçarëve, mushrikinëve mos I jep asgjë tjetër pos dëshpërim të madh. Nuhi alayhis salam e ka fillu, do thot, duan duke bo dua spari për veten e tij. Që do thot, njeriu kur dëshiron me bo dua lutje, alayhis salam, pas madhrimit të Zotit, falënderimit të Zotit, duhet që një herë me u lut për veti, para se me u lut për dikën tjetër. Pastaj fillon me u lut për njerëzit më të afërm të tij. E njerëzit më të afërm të tij janë prindrit e tij, nana dhe baba. E pastaj bën dua për mbar muslimanët në përgjithësi ku do të qofshin ata. Allahu Azza wa Jall për duan dhe lutjen për nanën e babën, do thotë na ka bërë që të bëjmë dua edhe në fundin e çdo etajatit apo të shahudit, ku është një prej duave Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. O Allah, më fal mua, falë prindëve alayhis salam, edhe falë mbar muslimanët deri në ditën e llogarisë apo ditën e llogarisë. Istighfari që e ka bërë Nuhi alayhis salam në kupton që është parfimosja e punëve të mira. Pra pas do punë të mirë, pëlqej që me istighfar. Dhe qëllimi I këtij istighfarit është që o Zot, nëse kam lënë mangu diçka gjatë kësaj periudhe, gjatë kësaj pune, o Allah bëj istighfar dhe më fal. Pejgamberi sa ka qenë I vëmendshëm dhe ka rënë shpesh istighfar. Dhe istighfari I tij ka qenë I theksuar për të bime shumë, saqë sahabit ja kanë numëruar istighfarin pejgamberit që ka rojë istighfar hiç më pak se 70 apo 80 herë. Dhe kur u çupi mezhlisit në përnaja që na sot e kena shpeshtu, do thot nejat e ka thonë dua dhe ka thonë subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. E patmeta je o Zot jam, ty takon hamdi, nuk ka të adhuruar më të drejt poshtë teje, kërkoj falje, bëj istighfar të tij dhe pendohem te ti. I than ja Rasulullah, tashmë të thoni fjalë dhe nuk ka bu vakim do njëherë para këtij mezhlisin e thonë këtë fjalë. Atë pejgamberi ka dashur me mësu shokëve të tij këtë fjalë dhe umetit e tij tha, "Hadha kafaratu ma yakunu fi al-majlis." Tha kjo është, do thotë, shpyrje, pastrim nëse ka pasur një gabim eventual, do thotë në mezhlis tupim. Pejgamberi e ka përmbyll jetën e tij me istighfar dhe tobe. Allahu Azza wa Jalla tha, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba."
dhe ti madhroje Zotin ton, pra falenderoje dhe bëri istighfar sa ai pranon pendimet e robëve të tij. Dhe pejgamberi sa më ka shpeshtuar istighfarin në ruku dhe në sejdë, për të treguar që robi më afër Zotit është në sejdë dhe në ruku. E dyta, për të treguar që istighfari më afër pranimit dhe thobeja më afër pranimit është kur robi bie istighfar ruku edhe në sejdë, kur robi po ndohet në ruku edhe në sejdë, nga se na i përkulemi vetëm Allahut azza wa jall. Gjithashtu pejgamberi sa ka shpeshtuar duan jashta subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal azim, e ka shpeshtuar edhe subhanak allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. I patmeta ai o Zoti jon, o Zoti jam, thot ti të kon hamdi, o Allah më fal mua. Dhe kjo më fal mua është një lloj istighfare. Dhe Ibn Abbasi kur e kanë dëgjuar pejgamberin sallam apo kur e ka dëgjuar zbritjen e surës Nasr, idha jaa nasrullahi wal fath. Edhe kur apo që Allah i urdhëron pejgamberin me falendëru Zotin, me shtu dozën e falendërimit Zotit, edhe me ra istighfar, atëherë tha se kjo është sinjal që Allahu azza wa jalla ka bëu me kuptu që thot pejgamberi alayhis salam thot ka mendruar jetë apo jeta e tij thot është në përfundim e sipër. Normalisht njerëzit pyeten dhe thonë pse Nuhi tha Rabbi ighfirli? Pse pejgamberi tha thot apo kërkoi istighfar te Zoti? A thua vallë pejgamberët e Allahut gabojnë? Dietarët kanë thonë që pejgamberët e Allahut azza wa jall thot janë të mbrojtur thot nga gabimet, të cilat gabime ka mundësi të ndodh për shembull nga njerëzit. Dhe këtu mbrojtja nga gabimet është për qëllim thot mbrojtja nga lëshimet dhe gabimet gjatë plasimit, thot shpalljes gjatë përcjelljes mesazhit nga Allahu azza wa jall, nga se normalisht ata nuk arrijnë në emër të Zotit, por normalisht nuk thojnë fjalë të kota nga Allahu, qofsh me qëllim apo pa qëllim. Gjithashtu ka thënë ulemaja, pejgamberët e Allahut azza wa jall normalisht janë të mbrojtur nga shirku dhe kjo nuk ka ndodhur te asnjë pejgamber. Pastaj disa dietarë kanë thënë që pejgamberët e Allahut janë të mbrojtur nga gjunahet e mëdha e jo gjunahet e vogla. Do të ka mundësi me gabu ndonjë pejgamberi i Allahut azza wa jall, do thotë se i përket ndonjë gjuna, do thotë të vogël. Gjithashtu sipas duas që ka bëu Nuhi alayhis salam dhe ka thonë Rabbi ighfirli wa liwalidayya. O Allah falë mua dhe falë prindëve mi. Kanë thonë dietarët, ani pse gruaja e Nuhit nuk ka besu, ka qenë fe tjetër, e ka mohu pejgamberllëkun e burrit vet, ani se djali vet e ka mohu pejgamberllëkun e babës vet, mirë po prind i ka pas pejgamber. Do të kanë qenë në atëshmërinë e pastër e Islamit. Fali ka pas musliman prej Nuhi alayhis salam se ka bëu dua dhe ka thonë o Allah falë mua dhe falë prindët e mi. Gjithashtu këtë dua apo dua të tillë të ngjashme kanë bëu edhe pejgamberët e Allahut. Për shembull, ka bëu dua edhe Ibrahim alayhis salam, ku ka thonë Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. O Allah më fal mua edhe prindët e mi ditën kur do thotë dhjepën llogari. Wali walidayya prindi jam, kanë thonë dietarët, Allahi nuk ja ka ndalu Ibrahimit me ra istighfar për nonën, ndërsa ja ka ndalu me ra istighfar për babën. Pse? Nona thuhet që ka vdek me besim të pastër, a baba ka jetu si qafir edhe ka vdek si qafir. Andaj Zoti ja ka ndalu edhe për prindin e vet, babën me ra istighfar, ndërsa për nonën edhe për veten e vet ka ra istighfar. Allahu azza gjithashtu ja ka ndalu edhe pejgamberit alayhis salam me bëj istighfar, do thot për prindët e vet se kanë ndek pa iman, ja ka leju me vizdu varrezat, ama i ka kallëzu që nëse bjen 70 herë istighfar, 100 herë, Allahu s'ka mia fal atyre që kanë ndek në shirk dhe idhujtari dhe pa iman, sa dush bëri istighfar për ta. Gjithashtu Allahu na ka edukuar që me ra istighfar edhe për mbar muslimanët ku do qofshin ata. Për arsye ka edukuar pejgamberi dhe i ka thonë Zoti wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Bëri istighfar për lëshimet e tua
për lëshimet e besimtarëve dhe besimtarëve. Dhe besimtarët në përgjithësi, edhe ata që kanë shkuar. Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Besimtarët zgjedhur te Allahu te zotërin ata të cilët kur bini istighfar, thonë o Allah, fal na neve dhe normalisht falë edhe vëllezërit tanë që kanë vdek edhe kanë kaluar nga kjo botë me iman besim. Wa liman dakhala baytiya mu'minan. O Allah falë çdo njeri që hyn në shtëpinë time duke qenë besimtar. Normalisht pse ka thonë kështu Ibrahim, Nuhi alayhis salam, pse ka bëu këtë? Ka thonë në moja ka bëu këtë se ka dalë shpirti vetë dhe gruaja vet. E kur e ka precizuar dhe ka thonë o Allah falë çdo njeri që hyn në shtëpinë time si musliman. Me pason o Allah falë shtëpinë time që hyn çdo njeri, kisha në kundërshtim. Se Zoti ka ndaluar që edhe nëse gruaja është des pa iman, apo baba dhe nona merrojnë istighfar për ta. Andaj ka thonë falë çdo njeri që hyn në shtëpinë time duke qenë me iman dhe del pi shtëpisë time duke qenë me iman. E këtu e ka specifikuar edhe nuk e ka përgjithësu, se më parë përgjithësu pasaj u dosh me shtie dhe gruën e vet. A gruaja ka qenë pa iman, ka qenë pa besim gruaja e Nuhit alayhis salam. Wal mu'minina wal mu'minat. O Allah, po bi istighfar, pra për çdo besimtar, edhe çdo besimtare, do thot mesin e muslimanëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot çdo pejgamber e ka pas një dua të veçantë. Thotë edhe unë e ku pas një dua, pa e ku vanu edhe bona dua që Allah i më mësu shefatin për umetin tem ditën e gjykimit. Edhe thotë pejgamberi çdo njeri i cili del nga kjo botë me la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dhe nuk i bën shirk Allahut azza wa jall, ose me këto ose me këtë tjetrën, do nëse del atëherë me lenin Allahut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka më ndërmjesu për personin në fjalë. Wala tazid adh-dhalimina illa tabara. O Allah, zulmçorve, atyre që se kanë ndërmend me jetu si musliman dhe me dek si musliman, shtoja zullumin, shtoja padrejsin, në kuptimin e fjalës, shtoja të këqijet dhe dëshpërimin. Pse o Zot, për shkak se innaka in tadhum yudhillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara. Nga se nëse ti i lën gjallë ata kanë më bu sebeb dhe kanë më bu çmos që mi deviju robët nga rruga jote. Edhe prej tyre nuk pritet me dalë, do thot pjell ndryshe, veç pjell mohuse e cila mohon fenë tonë o Zoti i Madhreshëm. Dobit nga kjo ajet, prej dobive është vlera e istighfarit që duhet me bu muslimani te Zoti. Që do thot i madh i vogël, plak, i ri dhe e re, gru, burr, hoq pa hoq, xhamat, të gjithë kemi nevojë me ra istighfar te Zoti. Nga se istighfari ka vlerë të madhe. Para mendoni kur ka gabu Ademi me gruën e vet, e kanë po që kanë mashtu shejtani, kanë thonë, qala fanata Ademi me gruën e vet, Rabbana zalamna anfusana, o Allah na i bonëm padrejsi vetes tonë, duke bëu gjuna, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. O Allah, nëse nuk na fal, edhe nuk na mëshiron, kena më qenë prej të humburve. Gjithashtu Ibrahim alayhis salam thot ka po dua me Ismailin dhe ka thonën wa tub alina innaka antat tawwabur rahim. O Allah, pranoj pendimin ton nga se ti ai i cili i pranon pendimet e robëve tu. Dhe normalisht edhe pejgamberi alayhis salam Allahu azza wa jalla wastaghfir wasabbih bihamdi rabbik. Ti do thot bëri istighfar edhe falenderoj Allahun azza wa jalla. Gjithashtu kanë thonë dietarët, mësojmë nga rasti i Nuhit edhe se lejohet pronari i shtëpisë me veçu ndonjë person me dua dhe lutje që hyn në shtëpi vet. Thot ka mos i shpëton të hyn shumë njerëz. I ke thirr 50 vjet në iftar në shtëpi. Edhe ki drejt fetarisht që njënjë për tyre me zgjedh pi 50 edhe me bëu dua për të. Gjithashtu ndalohet me bëu dua dhe me ra istighfar për personin që është pa iman. Qoftë edhe personi ma i ngat i joti, nona dhe baba. Gjithashtu lejohet me ra istighfar kur e shef që e ka rrethu
shtëpinë tonë, farefisin tonë e keqja, edhe zullumi. Me ra istighfar që me shpëtun nga dënimi i Zotit, me ra istighfar që Allah me largu këtë keqe. Se nëse nuk e largon këtë keqe, atër hidhrohet Zoti edhe vjen dënimi i Allahut azza wa jall. Andaj këto dua të lutje nga vot pejgamberi sa më tregu që vëllai njeri duhet vazhdimisht me qenë lidhur me istighfar, nga se istighfari është mbrojtje nga dënimi i Zotit xhallahu ala. Çu po thëre për Ramazan. Pra me neve ishte fjala e Zotit në surën Nuh, ajeti 28, Rabbi ighfirli ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. والله më fal mua, fali prindë mi, fali çdo besimtar që hyn shtëpi time, fali besimtarët dhe besimtarët dhe mos, do thot, i shto zullumçarëve, qufarëve vetëm se dëshpërim edhe humbje. Andaj Nuhi alayhis salam djalin e ka pas pa iman, gruan e ka pas pa iman, babon edhe nonën me iman, pejgamberi i Zotit a mos rru. 2. Ibrahimi alayhis salam e ka pas nonën me iman, babon e ka pas pa iman, pa besim, e djalin e vet Ismailin normal pejgamber. Pastaj Luti alayhis salam e ka pas gruan pa iman, pejgamberi alayhis salam pra e kanë vdek të dy prind pa iman, pa besim. Që do thot në Islam nuk ka me të njofshëm. Në 2, udhëzimi është në dorën e Zotit e jo në dorën e pejgamberit edhe në dorën e hoxhës. Në 3, ndodh që ki qef më i afër i joti me të besu, po ai ka mundësi me të mohu. Andaj mazi këto punë i kanë ndodhur pejgamberëve, atëherë ma lehtë ndodhin hoxhës, haxhijës, xhamatit e atij edhe këtij. Elusim Zotin që Allahu të mëshiron të vdekurit tonë që kanë vdekur dhe kanë dalë nga kjo botë me iman besim, nëse neve të na forcon në këtë fetë të na mësojmë me vdek me iman dhe me besim. Walhamdulillahi rabbil alamin.